Në Vlorë është e pamundur të bësh biznes në brendësi të lagjeve të qytetit. Këtë fakte tregojnë fare mirë me dhjetra biznese të cilat sot kanë ulur shqepenat në brendësi të blloqeve të banimit. Sot, në shumë blloqe banimi të qytetit të Vlorës mund të gjesh me dhjetra biznese, kryesisht të vogla, të cilat kanë falimentuar. Administratorët e tyre që kanë tentuar vitet e fundit për të bërë biznes në to, e kanë patur të pamundur për të gjetur klientët e nevojshëm për mbijetesë dhe për këtë arsye kanë mbyllur dyert. Pavarësisht tipologjisë së biznesit apo ideve të reja të futura në tregti, sërish nuk kanë funksionuar, duke shkuar drejt falimentimit. Një tjetër realitet të cilin e takon në blloqet e banimit janë edhe me dhjetra njësi të tjera të përshtatshme për të kryer biznes, të cilat nuk jepen dot me qira. Në dyert kryesore të tyre janë vendosur edhe tabelat që ky ambient jepet me qira, por askush nuk telefonon. Ambientet prej vitesh qëndrojnë të mbyllura dhe në qepenat apo në xhamet kryesore tabelat qëndrojnë të varura aty për vite me radhë, duke shuar edhe shpresën e pronarve se mund të gjejnë sot qeramarrës. Kjo për shkak të frikës, ku askush nuk guxon më të hap një biznes në brendësi të lagjeve për shkak se mungojnë klientët. Për të çuditur është edhe fakti që kjo situatë konstatohet edhe në lagjet, ku qytetarët që banojnë aty janë me qindra. Në shumë blloqe banimi në Vlorë, si në lagjen Pavarësia, gjendet me qindra banesa, sot të banuara nga vlonjatët por edhe të huajt. Pavarësisht numrit të lartë të shtëpive, sërish bizneset aty janë me pikatore të cilat janë funksionale. Kjo për shkak se mungojnë klientët dhe administratorët nuk e përballojnë dot kostot. Në Vlorë, vetëm në shëtitoren Lungomare, por edhe në bulevardin Ismail Qemali, mund të gjesh biznese duke patur klient të favorshëm për mbijetesë. Më e vështirë, funksionimi i biznesit në Transballkanike apo në akse dytësore të qytetit. Situata e biznesit e paqëndrueshme dhe tepër delikate, edhe për shkak të taksave të larta, sigurimeve shoqërore, pagave të punojësve, faturave, kostos së lëndës së parë, e pamundur për të përballuar e gjithë kjo kosto me fitimet e biznesit të vogël dhe atij të mesëm, duke i çuar shumicën e këtyre tipologjive të biznesit drejt falimentimit.